Përshëndetje, pasi e kemi përgatitur testin dhe kemi bë gati për ta realizuar me nxënësit dhe tani më duhet të gjejmë se ku e kemi vendos testin apo ku e kemi ruajtur testin. Mënyra e parë, nëse duam të realizojmë me klasën 7A3, shkojmë tek pjesa lart Assignments, klikojmë. Në hapet pjesa për të krijuar një detyrë të re, shkojmë te pjesa Create, Quiz, dhe këtu do na del testit se ne e kemi përgatit paraprakisht. Por duke klikuar ke njëri test dhe me njëherë ky test do të vendoset si detyrë për ta dërguar tek nxënësit. Por nëse qofse ne duam që këtu te testi të ndryshojmë diçka nga ajo që e kemi bërë, atëherë apo të gjejmë vendin se ku ndodhet ky test, atëherë shkojmë tek kërkuesi dhe shkruajmë Google dhe në Google kërkojmë Office 365. Neve na duhet Forms, pjesa ku e kemi përgatit testin, ja shkojmë te Forms, klikojmë dhe këtu do të na hapet pjesët të cilët ne i kemi punuar më herët. Ja, ne kemi punuar testin një lënda klasa e 7, ta bëjmë kopi dhe të vlej për çdo klasë veç e veç. Ata shkojmë tek pjesa lart ku janë 3 pikët, klikojmë dhe na hapet mundësia për të bërë kopi. Shkojmë te pjesa kopi, klikojmë dhe me njëherë bëhet një kopje. Shkojmë edhe më lart, e bëjmë edhe njëherë, se ne për shembull kemi 4 klasë, e bëjmë të njëjtën gjë 4 herë. Dhe në këtë moment ne kemi 1, 2, 3, 4 teste të ndryshme për secilin klasë. Ja ku e kemi 7-4, 7-3, 7-2 dhe 7-1. Ta shunojmë edhe këtu 7-1, që të dijmë se e kemi veç e veç çdo klasë, dhe vetëm dalësh nga kjo pjesë dhe ai automatikisht e ruan atë të cilën ti e ke shënuar. Pra gjithçka që ti shënon automatikisht më njëherë ruhet në atë. Tani, cila është mënyra më e lehtë që ne mundet të ua dërgojmë nxënësve? Shkojmë për shembull tek klasa 7A4. Këtë test si të ua dërgojmë nxënësve apo si të ua shpërndajmë nxënësve? Cila është mënyra më e lehtë? Mënyra më e lehtë është të shkojmë te pjesa Share dhe këtu më njëherë na hapet mundësia si duam ne të e kopjojmë testin. Mënyra më e lehtë është të shkojmë te para, klikojmë te pjesa Link dhe pasi kemi klikuar te pjesa Link na hapet ky linku, që ne vetëm klikojmë te pjesa Copy një herë. Dhe tani më e kemi të kopjuar linkun për të bërë testi. Shkojmë tani te Microsoft Teams-i. Shkojmë ke një klasë, për shembull që është 7A4 këtu, dhe te pjesa Post, ku ne me nxënësit mund të bisedojmë apo tu japim materiale. Këtu paraprakisht atëherë u japim një njoftim se në ora 2:30 mbasdite do të realizojmë testin prej ora 2:30 deri ora 3, pra aq sa zgjatën edhe ora mosimore. Dhe kur vjen koha, për shembull 2:30, ne me anën e djathtë të kursorit klikojmë Past dhe me njëherë automatikisht këtu del testi dhe e postojmë. Tani e kemi të postuar testin. Në këtë moment të gjithë nxënësit e klasës 7A4 do të shohin këtë test. Dhe ata më tani u ka treguar pak më herët, ata vetëm do të klikojnë tek pjesa, do të shoh secili nxënës dhe nuk ketë vështirësi për ta hapur. Nëse ja dërgojmë si formën e tyre së shtëpisë, atëherë atyre do hapet në këtë formë. Ata atëherë duhet të hinë tek pjesa View për ta pa testin dhe neve do të na hapet në këtë formë se cili nxënës e ka pa testin dhe cili e ka punuar testin. Ata vetëm do të klikojnë tek pjesa e testit dhe automatikisht më njëherë do hapet testi. Dhe ata fillojnë të punojnë me testin. Pjesën e parë, pjesën e dytë, për shembull këtu ne kërkojmë të shkruhet me tekst, ja për shembull,
përgjigja, pyetja e dytë dhe pyetja e tretë. Tani nxënësit e ka përfunduar testin. Nëse klikon ke pjesa poshtë, me njerë këtu dërgohet testi tek mësuesi. Ja, për shumë klikon. Çfarë do të shef nxënësi pasi klikon kjo pjesë? Me njerë, falemendrohet nxënësi që ka bërë testin dhe mund t'i shoh dhe ne ja kemi dhënë mundësinë që t'i shoh rezultatin e testit më njëherë. Ja, më njëherë ai e shef testin se sa pikë ka marrë nga ky test. Thot, ktheu përsëri ne ja mundsojmë të ai disa herë, atëherë diçka të tillë mund ta bëje. Ja për shembull, te pjesa responses, këtu lart na tregon se dy nxënës kanë hyrë deri më tani në test. Cilët janë këto dy nxënës? Shkojmë te pjesa review, klikojmë dhe vend me një këtu lart na jep ja dy emra të dy nxënës. Mirë po, i njëjti emër, mirë po ka tregon se ka hyrë një herë plus. Nëse hinë 2 herë, del 2, 3, 4, sa herë të hije. S'ken mundësi të hinë disa herë, shkon të pjesa settings, dhe këtu klikon këtë pjesa one response per person. Këtu, nëse klikon këtë pjesë, atëherë ai nuk ka mundësi të hije për herën e dytë. Si për shembull, ja për shembull, shkojmë përsëri te linku dhe klikojmë, tani do të shohim se çfarë do të hapet. Ja, thotë nuk ke mundësi të hesh për herën e dytë, sepse ja kemi ndarë. Mirë po, mund të paraqitet problem ndonjëherë në lidhje me këtë, ka disa nxënës pasi që e hapin testin dhe e fshin, e hek nga frikë ose nga mosdia, atëherë ti ke mundësi përsëri të shkosh tek pjesa 3 pikat te settings, ta hekësh këtë pjesën që të ketë mundësi ai të hijë edhe një herë. Por nëse e lën këtë kështu, ai nuk ka mundësi të hijë disa herë. Gjithashtu diçka më rëndësi këtu për të cek është te pjesa më poshtë, option for responses. Kjo nëse e lëm këtu të aktivizuar, kjo çdo pyetje e ndryshon rënditjen e pyetjeve që ti i ke në test. Për shembull, nëse tani është e para që ka shetika, nëse këtë kemi të shtypur, herën tjetër kur të hapet nxënësi mund dalë e treta, e dyta, ata që janë të paprigatitur mirë, të mos kopjojnë nga njëri tjetri përgjigjen e saktë të pyetjeve. Pra, në momentin që ne realizojmë testin, është mirë që këto teste për secilën klasë të hapim. Për shembull, e hapim klasën që e kemi të 6 të 7-1, e hapim testin përsëri që e kemi të 7-2, të 7-3, krejt klasën dhe him ke pjesa responses dhe këtu e shohim në kohë reale çdo nxënës që është duke realizuar testin. Kur ai e dorëzon testin, më njëherë këtu del edhe emri i atij që e ka dorëzuar dhe listën e nxënësve të cilën ke mundësi pastaj më vonë ta hapësh në Excel dhe të ua dërgosh rezultatin e çdo testi që ata kanë bërë. Faleminderit të gjithë.